Njëri prej të parëve të ummetit, gjithë natën e mbante ndez kandilin. Bashortja e tij i thotë: "Shiko, mbajtja ndez e kandilit gjithë natën ndoshta na dëmton." Atëherë, ky i thotë: "Nëse unë do ta fik kandilin, pra do të më kujtohet errësira e varrit. Dhe sa herë që tentonte, pra të ishte kandili i fikur, ai përpiqej gjithë natën." Bashortja e tij e kuptonte sikletin dhe shkonte, sillte kandilin pra që të rinte i ndriçuar. Vlla dhe motër, me lut Zotin e qetësisë që na e ndriçoj jetën e varrit. Vlla dhe motër, ajo që e ndriçon robin në botën tjetër, përmend profeti alayhi salam në një hadith, thot: "Beshiril meshain", përgëzoj ata të cilët ecin natën për në xhami me dritë të plot ditën e gjykimit. Prandaj, le t'i kushtojmë rëndësi namazit, i cili është dritë për robin, është lumturi për robin këtë jetë, dhe është lumturi dhe dritë për robin ditën e gjykimit. Allahu na boft prej atyre që i kushtojnë rëndësi faljes së namazit. Amin.